Bismillahirrahmanirrahim. A jeti njëri i sinqert? A janë sjelljet tuaja të vërteta? A përballesh ti me pyetje nga njerëz të ndryshëm në marrëdhënie të ndryshme, që shpesh të thonë, a është e vërtet? A ke me të vërtet? A jeti i vërtet? Në fakt, në Islam, muslimani nga momenti i parë që dëshmon dy dëshmi të mëdha, pra dhe hyn në Islam, në mënyrë automatike ndahet nga gënjeshtra. Pra edhe musliman, edhe gënjeshtar nuk ka. Po lexoja në rrëfimet e të shkuarve dhe gjeta disa fjalë jashtëzakonisht të rëndësishme nga sahabët e mëdhenj të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e brezat që i pason. Fjala bie: Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu thot, ruajuni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra qëndron për karshi besimit. Në Islam, të jesh gënjeshtar do të thotë të vesh në diskutim besimin tënd. Me fjalë të tjera, në Islam ti je i ftuar për të qenë përherë i vërtet. Atë që ndjen e thu, atë që ndjen nuk e fsheh, atë që ti ke e dëshmon, dhe ti je njëri që lexohet qartë në sjelljen tënde, në komunikimin tënd, në marrëdhëniet tuaja të përditshme, vërtetësia e karakterit tënd, e sjelljes tënde, e moralit tënd, e personalitetit tënd. Së dyti, Hazreti Omeri radiallahu anhu, i madhi Hazreti Omer ibn al-Khattab, thoshte, të më poshtroj e vërteta dhe sinqeriteti, dhe radhëherë e vërteta të poshtnon, është ma mirë për mu se sa të më lartësoj gënjeshtra, dhe radhëherë ajo lartëson. Burra me parime, muslimani është njëri me parim, unë nuk gënjej. Nëse unë them diçka, unë ndjej diçka, unë komunikoj në një mënyrë, unë jam i vërtet. Dhe kushdo që është në komunikim, në marrëdhënie, në një kontakt, në një shoqëni, në një biznes me mu si musliman, duhet të jetë i qetë. E nëse ndodhet kundërta, do të thotë se personi që kemi përballë ka probleme të mëdha me besimin e tij. Muslimani nuk ka probleme me besimin e tij. Vazhdojmë edhe lexojmë një fjalë shumë të madhe të Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqasit, sahabiut të shquar. Thotë, me të gjitha cilësitë mund të voloset karakteri dhe personaliteti i besimtarit, përveç tradhëtisë dhe gënjeshtrës. Ore, muslimani është njeri i vërtet. Pik. Ti si musliman duhet të përpiqesh çdo ditë, çdo natë, ti si muslimane duhet të përpiqesh në mënyrë të vazhdueshme që të gjithë njerëzit përreth teje ti dëshmosh vërtetësinë e fesë tënde, vërtetësinë e asaj çfarë feja jote bën, me sjelljen tënde, me personalitetin tënd, me moralin tënd, me komunikimin tënd. Ti je njeri prej vërtetë. Ti nuk gënjen, ti nuk pretendbes, ti nuk tradhton, ti je qelibar. Edhe një fjalë për të përfunduar këtë këshill. Imam Maliku, i madhi Imam Maliku i Medinës së ndriçuar, thoshte, nuk do të triumfoj gënjeshtari asnjëherë, dhe gënjeshtra nuk sjell asnjëherë mirë. Të dashur dhe të shtrejtë, kemi nevojë që në realitetet e përditshme me të cilat ne përballemi, kur sot ka thirrje të shumta që e marrin përdore, sidomos të riun tonë, që edhe me gënjy, edhe me prej në besë, edhe me ba pak hile, edhe me ba pak zigzake, sepse arrihet në gradë të larta, të përhapim me sa të kemi mundësi frymen e të vërtetës, e të sinqeritetit, sepse e vërteta dhe sinqeriteti na lartëson tek Zoti dhe na jep begati dhe mirësi në jetë. E kundërta, e heq bereqetin nga jeta e jon, na hek perden e turpit nga fytyra e jon, na e merr ujin e fytyrës dhe na bën njerëz pa vlerë. Muslimani nuk është njeri pa vlerë. Allahu ju dashtë.